Pjesën e shëndetit seksual, dikon vitin 2016, kam qenë të Shuki. Do me thonë të ndjera tash... Jo, të Mentor Shuki. Të Mentor Shuki, thash se ka qenë në emision i shëndetësisë në RTK Shuki. Oke, interesant. Ti del kryesisht edhe flet në për intervista për punën tënde dhe për këtë fush kaq specifike, e cila sa herë flitet në media, përveç që e merr vëmendjen, ka dhe kundërshtar, ka dhe paragjykues, ka dhe mohues, ka dhe të tillë që thënë pse po flisni, e tjera e tjera. Ke marrë komente interesante, ndonjë koment interesant kështu? Komente ka të llojeve të ndryshme. Për mua është interesant kur dikush shpreh fjalë miradije, është falenderues për mesazhin që e ka marrë ose mësimet që e ka marrë. Po ajo që thënë ju, ka shumë edhe të tilla që janë jo denigruesi, por i farforme që na duhen neve këto mësime. Për fat keq ka edhe mesin e kolegëve të mi, janë mjek. Thotë ne kemi bërë seks gjithë. Na im punë kjo, pse duhesh me fol. Po e kam një shprehi, me këto komente negative nuk merrem hiç. Edhe për komalet, shumë me përballu pastaj edhe. Po ti vetë ke pas të vështirë të flasësh hapur, lirshëm? Jo diçka. Jo. Jo. Njerëzit e shtëpisë çfarë kanë thonë? Të afërmit. Këtu kom pas fat shumë. Kom pas fat se unë jetoj me një bashkëshorte që është psikologe. Psikologe, okej. Edhe aty kom pas me kuptimin 100%. Edhe fëmijët janë të shkolluar dhe të arsimum mjaftueshëm sa me kuptu këtë fush, për tjerë se kom pas shumë të rrashë. Nëse në familje kom pas mirë kuptim të plot, 100%, për kraje të pa rezervë, edhe për këtë arsye unë s'kom pas asnjëherë as me hezitu atë flas, a mos flas, atë them këtë, a mos të them këtë, se mos po preket dikush ose mos po ofendoj dikon. Tu kam qenë shumë i lirë, edhe s'kam pas ndaj vështirësinë. Megjithatë, të flasësh në shoqërinë tonë për temat tua, është pak për me u mendu, me u kujtu, me i bë do llogari. I bën këto para se me dalë në emisione kështu, çka muj me fol, çka muj mos me fol. Interesant jo. Edhe ka raste kur më thrasin gazetarët dhe më thonë, ati tregoj pyetjet. Asnjëherë s'kam planuar me bashkëbisedu pyetjet përpara, ose më shkruaj. Do thonë këtë fushën e shëndetit seksual pyetni çka të doni, më bash çka të doni. E kam pa kufizime edhe mendoj që është fushë e tillë që ka mundësi me jap jo një përgjigje, por disa përgjigje për një pyetje. Okej, faleminderit shumë për sinqeritetin. Ndërkohë, nga ti kemi kërkuar që t'i shkruash një letër vetës, një variant krejt tjetër për pyetjeve dhe përgjigjeve që jepni në për intervista. Si ishte t'i shkruash vetës një letër? Tash nëse kishe pyet më herët për sfida, kjo ka qenë sfidë për mua. Kjo sfidë? Kjo ka qenë sfidë. Se? Nuk e di, s'kisha bërë më parë kur, me shkru letër vetës, po ula mendova s'ka duhet me shkru, dhe e rekapitulova jetën time shkurt dhe shpejt, edhe vendosa në letër pjesë kryesore. Okej, me shumë kënaqësi po të dëgjojmë pra, ta shohim se çfarë i ke shkruar vetës. I kom drejtu me emrin që më njohin krejt, Hajro. Hajro. Po, e kam bërë për ty, Hajro. Për ty që i njohe plagët e hapura, para se të mësoje të shëroje ato të heshturat. Ajo që të bën vërtet ty, është guximi për të hyrë në dhomat e errta të shpirtit njerëzor, ku pak kush guxon me trokit. Si seksolog, ti ke zgjedhur të jesh mjeku që nuk shëron vetëm me receta, por me mirë kuptim, duke i thyer muret e turpit që shpesh rëndojnë më shumë se smundjet. Je njeriu që u jep zë shqetësimeve që shoqëria jonë i mbyll me kyç, duke u kthyer në një urë drejt vetbesimit për qindra pacient. Me gjithë se ke kaluar në për të merret e luftës si mjek i UÇK-s, ku mësove vlerën e jashtëzakonshme të jetës. Pikërisht ajo përvojë të mësoj se njeriu nuk është i plot nëse nuk është mirë me veten dhe me tjetrin. Ajo kohë të rritë si person, duke treguar se mbas mbijetesës fizike vjen nevoja për shërim emocional. Në jetë nuk do të doje kur të humbi se aftësinë për me i dëgju njerëzit pa i gjykuar. Ndoshta nuk e arritur çdo ideal që e ke pas në rini, por ke arrit diçka më të rrallë, ke arrit qëndrueshmëri, ke qenë aty për familjen, për pacientët, për studentët. Dhe kjo është një formë suksesi që nuk bërtet, por mbetet aty. Në këtë fazë, tash kam
hy në moshën plus 60, mos unë gotë mo. Koha nuk është mo për me vrapu pas gjithë shkaje, por për zgjedhur ato që ka pesh. Jep më shumë nga ajo që di, sepse përvoja jote tani ka vlerë të shumë fesht. Fjalët e tua mund të kërsejnë vite gabimesh për dikë tjetër. Prandaj, sot dëshiron të falenderosh publikisht familjen tënde, shtyllën tënde të palikundur, që të qëndroj pranë e me mirë kuptim në çdo hap të këtij rrugtimi sfidues. Një falenderim po aq i rëndësishëm i përket çdo pacienti që pati besimin të hap të zemrën para teje. Hajro, i krenar që përshëron barierat e heshtjes, vazhdo të jesh dritë në këtë fushë delikate, sepse puna jote nuk është thjesht mjekësi, është çlirim nga tabut dhe paragjykimet. Faleminderit shumë. Një reflektim shumë interesant. Nga ato që munda ti mbajmë mend, më bëri përshtypje ndër tjera ajo që the fjalët tua mund kursejnë vite gabimesh për dikë tjetër. Pikërisht. Çfarë ke dashur na thuash me këtë? Na zbërthe. Duke trajtu pacient, duke dëgju hallet e tyne, hallet që i kanë bërë me vite. Jo me muaj e me javë, po hallet që i kanë bërë me vite, gjatë bashkëbisedimit, gjatë trajtimit në ordinancë, kam arrit që ato brenga vjeçare me javëshue edhe me vazhdu jetën të lumtur pas terapisë ose pas bashkëbisedimit, pas ju jap mundësia me u hap, me i shfaq ose me i qitë në tavolinë problemet shumë vjeçare, i kemi zgjedhur bashkërisht. Është e zakonshme kjo, që të gjithë vinë me shumë vonesë pas viteve probleme? Jo, më shumë ka që vinë ma shpesh, po ka prej atyne që ka raste ku dikush e ka bajt një problem 15 vite. 15 vite? 15 vite, një qift. Ka 7, 8, 10, ka më shumë, po ajo ma ekstremja ka qenë 15. Dhe ke parasysh që ka do të thot për një qift, kur 15